Po, vazhdon të hidhet ujë me presion, do kërkojmë pak edhe nga shoferi të vazhdoj pak përpara për shkak se jemi afër zonës. Osman, zhvendosu pak dhe kërko linjën që të rilidhemi. Zhvendosu pak, ki kujdes draf pak. Ne vjojmë që ndrojmë me pamjet e drejt për drejta, është punë e vështirë kjo edhe për terrenin, për gazetarët, për operatorët që janë aty, sepse duan të përcjellin lajmin, por nga ana tjetër janë në vit parë. Uji po hidhet me presion, gjithashtu po shpërndahet gaz lotësjellës, protestuesit një pjesë janë tërhequr, një pjesë tjetër vjojnë që qëndrojnë dhe godasin me vezë, siç e shikoni. Qëndrojmë pak momente duke i ndjekur. Edhe pak. Ndalo. Po bëjnë thirrje për të ndaluar vetë protestuesit. Kërkojnë që të afrohen, pjesa tjetër që është zhvendosur pak, dhe po bëjnë thirrje që të afrohen. Një pjesë tjetër e gardhit metalik është hequr. Vijon të hidhet ujë. Atëre, është një situatë, një përplasje fort mes protestuesve dhe policisë të shtetit, ata janë duke hedhur ujë dhe spraj lotësjellës, ndërkohë protestuesit vezë. Osman, është e vërtet ujë me piper po shpërndahet? Ujë me piper? Atëre, ujë nuk kursen as makinat e medjave. Si, po hidhe dhe në drejtim të medjas? Po, ka ujë i cili po hidhet edhe në drejtim të makinave të medjas, edhe në drejtim protestuesve, janë 2 makina ujëdhëse, të cilat janë duke hedhur ujë i cili është me solucion. Po pra, në bazë të informacioneve të Xhensilës është ujë me piper. Po. Pra është ujë me piper si kundër dhe spraj të lotësjellës i cili u hodh në drejtim protestuesve.